Ajeti që e zonë këtë qiyam në lejtë ishë prej surët Maryam. Allahu Gjeleshanu pas pranoj ja Rabbel Alemin. Kjo surë madhështore me plot lajme, plot mrekullina të Allahu Gjeleshanu që ka treguar historinë e pejgamberëve, duke filluar pi Hazreti Zekerias, kur u plak, u vjetruar, e Allahu ka bëemër i pleqnimi dhe ru fëmi. I tha o Zot, ka kam me bo në fëmi të shem plak, jam dopsuar, flokët më kanë thi, jam para vdekjes, kocat, eshtrat më kanë dopsuar, si do të kemo në fëmi? E Allahu Gjeleshanu ka dhe ja Zekeria në po t'japën mysh e tyje që ti do t'a kesh një evlat, edhe pleqri e ka emnin Jahja. E Jahja, Hazreti Jahjaja është i birja i Zekerias. E Allahu Gjeleshanu në pleqni i dhëroj Hazreti Zekerias fëmi. Po tha qysh ka me mblindë dhe gruaja ime, është plak, është vjetruar, më nuk ka shansa për me lindë. Ka tha kjo për Allahu Gjeleshanu shumë e letë. Ty të kemi kriju i që pakon kërkush. E kemi kriju Hazreti Ademin pa gru, me urdin Allahu Gjeleshanu. Prandaj për Allahun është e letë, edhe bëhët, edhe lindi Hazreti Jahja, pleqni i lindi fëmi Hazreti Zekerias, edhe Hazreti Jahja në boni pejgamber, ja dha libër. Mrekullia e dytë e kësaj surës Maryam që lexuam në namaz është Hazreti Maryamja, po nana Hazreti Isës. Allahu ja qëj Gjibrilin a.s. në formë të njeriut, ja qëj Hazreti Maryamës i dul përpara, tha kush je ti? Largo prej meje, unë jam i frigohëm Allahu Gjeleshanu. Jo, ka thonë, jam i dërguar i Zotit, jem me laqe e Zotit, po marë ty me ta dhënë mysh dhe me të përgëzu me një fëmi. Ka thonë, ja Allah, qysh ka thonë me linë fëmi, unë s'kom pas kontakt burë s'kam, Hazreti Maryam e pa martune, e ndershme e pastër, si me lindu në fëmi. Ka thonë, kjo është urdhri i Zotit. Urdhri i Zotit Gjeleshanu në krye. Edhe Hazreti Maryamja me fjallë Zotit Gjeleshanu ngeli shtatëzanë. Edhe lindi Hazreti Isa, pa burë. Mrekullia dytë, surët Maryam. Po mrekullia tretë, kur erdhi Isa a.s. në krahët e Hazreti Maryamës, filluan populli me folë, me kritiku. Ka, qysh dur Isa, si lindi Maryamja pa burë, ka i erdhë me fëmi. Atëherë, lypi argument, ka tha une, Zot flasë. Nuk do të flasë, ishtë nuk do t'ju përgjigjen, po Allahu ka me ju përgjigjë. E Allahu e boni mrekulli, Hazreti Isa duke qenë foshnje në krahë të Maryamës a.s. Në krahë të Maryamës, ja mundësoj me folë, dhe ju dha përgjigje popullit e grave e lagjës, kale inni Abdullah, unë jam robi Zotit. Unë jem njeri i Zotit Gjeleshanu. Unë do të bohëm pejgamber, e ka me madhon mu Allahu librin. E Allahu më ka urdhëruar mu mos sjell mirë me nanën time, me Hazreti Maryamën. Po thot Hazreti Isai, ai fosh një bebe. Po, edhe kështu ishte, Hazreti Isai u bo pejgamber, edhe erdhi te Beni Israil, edhe ju dul përpara me mesazh që unë jam i Zotit Gjeleshanu, besoni. E dikush prej Beni Israilëve besoj, e dikush nuk besoj. Hazreti Isa ju tha Beni Israilëve, gjematit vetë, o gjematim, o popullim, të i jap mysh dhe juve, pas meje, ka me orë një pejgamber e ka emnin Ahmed. Po jep mysh dhe të ndjeksave të ti, që pas ati, pas e ngritet në qiell, ka me orë një pejgamber dhe të ketë emnin Ahmed, ose Muhammed, se Hazreti Muhammed a.s. e ka emnin edhe Ahmed edhe Muhammed. Po, e i ka lejnu ata që do të vjen pejgamberi fundit, po s'kan besu.
djeksat krishterët. As që futët s'kan besu dhe thët, e kanë ditë këtë lajmë në librat e tyre, e kanë pas myshë në librat e tyre, po s'kan besu. Kjo është mrekullia 4, se si Hazreti Meriemja lindi pa burë me urdhën e Zotit Xheleshanuhu, se si foli Isa a.s. me urdhën e Zotit Xheleshanuhu, se s'ka gjë në këtë gjithësi që e ndalë kufinë e Zotit Xheleshanuhu. Ajetet e fundit që na bënë neve të emocionume të ju. Populli Hazreti Isës u qalu ittakhadha ar-Rahmanu walada, thanë Zoti ka fëmijë, ati i kofshin falëruar Zot. Po, shumë fjale ranë ke Allah po thotë, tekadu semawat, deshti qielli muqa, e malet deshtën mu shkum pi vendit, e toka deshti mu drill prej kësaj fjaleje që thanë Beni Israel, i bon shirk Zotit ka Zotit fëmijë. Qysh Allahu me pas fëmijë, ai krijuesi jonë. Toka u dridh për kësaj fjale, tramë, qielli ketu coptuar, malet kënë të shkri për kësaj fjale të ranë, që thanë krishterët që Allahu ka fëmijë. Si me pas fëmijë kër ai s'ka shoqe, s'ka grua? Si me pas fëmijë kër ai nuk është i lindur, lem jelid vë lem julet Allahu, s'ka lind askënd, as vetë nuk është i lindur. Allah dhët ajeti, po vazhdon në po, tekadu semawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wama yanbaghi lir-rahmani yattakhidha walada. Si duhet Allahut fëmijë, in kullu man fi as-samawat, krejt që kanë qiell dhe në tokë, krejtin robët e Zotit, krejtin krijesat e Zotit. Laqad ahsahum, në ka njeh Allah se cilin prej nesh në regjistër. Unë e ti krejt jemi regjistër Zotit që jemi kriju. Laqad ahsahum wa addahum adda, i ka njeh ka njeh. Krejt miliona, biliona. O kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda, të gjithë prej neve ka njeh kemi me dalë para Allahu Xheleshanuhu. Shifni madhnia Zotit që ka ka. Nuk i përzir ati dokumentet. Arkiva Zotit nuk vjetrohet. Nuk vjen virusi në arkiven Allahu Xheleshanuhu. Nuk humbin dokumentacionet e Allahu Xheleshanuhu, se cili dhe dalin para Allahut gaditu, që shporin në namaz gaditu, do të pyetemi te Allahu Xheleshanuhu. Kjo ishte pikat e shkurtë të tematikat e surët Merjem, që ju këshilloj dhe ju me lexua për të ktheheni, që me lexu Kur'anin me meditim dhe me kuptim, dhe me kuptu dhe thëtë se si Kur'ani i tregon shenjat e madhërisë Zotit. Që kanë bërë populli i krime ndaj Zotit Xheleshanuhu, Kur'ani këtë ka shënuar. Qysh Zoti me pas fëmijë? Qysh Zoti me pas grua? Krijuesi madh i Zot. Në ka kriju pakun hiç në formën më të mirë, me një gjë caktuar, me një moment caktuar, deri kur ka thënë i madh i Zot, e ta merret me kthye. Atë kur vjen koha vdekjes, shkon shpirti te Allahu dhe trupi futet në tokë dhe pastaj vjen dita kur të dalim të gjithë me trupa të rigjeneruar, të rikrijuar. Edhe një herë mu shpërblyje për vepra të mira. Allahu na bëf nasib xhenetin. Allahu na bëf nasib ya Rabbi pa me qenë me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Allahu na bëf nasib me pa nurin e tij, dritën e tij ditën e Kiametit. Dynja së në shohim Zotin, nuk ka shansa me pa Allah në dynja sa është nur, po ditën e gjykimit kemi me pa. Ditën e gjykimit kemi me pa me izë Zotit Xheleshanuhu. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.